politike e... Na falj, profesor, po vazhdojt, lutem. Nëse, edhe po duhet të them që jem përbrendsu në shoqërinë shqiptare. Nuk jam për shembull si Ridi që shkon turist atje në Shqipëri edhe kupton Shqipërinë nga pozita e turistit. Kam qenë brenda. Kjo është paragjykimi yt, ja beshe. Ke gjona të kemi paragjykime. Nuk po vlerësoj dijenin e Ridit për Shqipërinë, po domethënë është ndryshe kur je pjesë e shoqërisë, ndryshe është kur e shikon ato kur shkon si A ki pasaportën e Shqipërisë atje. Nisur nga këto, unë besoj që në Shqipëri ka më shumë patriotizëm se sa në Kosovë. Ma shumë? Vetëm se... Jo, one në pyetje ta bëra pyetjen pak më ndryshe, nuk e di jam kuptove. Shtetasit e Kosovës, a kanë më shumë atë dhe dashuri ndaj Kosovës, apo ndaj shtetit të Shqipërisë? Edhe flamurit ku që zek, kështu që... Shiko, nuk mund të quhet ajo patriotizëm nëse ti jeton në Kosovë, nuk e don Kosovën, e don një vend tjetër, që ose edhe një vend vëlla, siç është Shqipëria, më shumë se sa Kosovën. Ajo nuk është patriotizëm. Prandaj po them që në Shqipëri ka më shumë patriotizëm se sa që ka në Kosovë. Në Shqipëri, ata që nuk janë patriota nuk e shohin të rrugës ose të arsyeshme me gënjy që janë patriota. Kurse në Kosovë, shumë veta që nuk janë patriota, për shkak të bodës, thonë që jem patriota edhe paraqiten si patriota. Ka nxorë këtë konstatim. Edhe këtu është dallimi mes Kosovës dhe Shqipërisë. Po në Shqipëri, mendoj që ka më shumë patriot. Mendoj që është hamencimi ju, profesor, që total hamencim. Po alket hamencim? Mendoj që është hamencim, profesor, se na profesori thash që jemi turist Shqipëni, tash secili prej neve ka eksperiencën e vet. Unë kontaktin më të madh me shqiptarët e Shqipërisë e kam pas gjatë kohës kur kam jetuar në Itali, edhe me ju thon drejtën, jo të gjithë, por ka pas raste, shumë raste. Prej mënyrës që ata janë neveri që janë shqiptar, edhe unë kur e kum tregu ku i bje Kosova, e kum shtyma ka Macedonia. Kanë kriju me të vërtet perceptime shumë gabume për neve si shqiptar. Kjo për faktin që ata kanë pas një emigrem në mas në vitet e 90-ta, kanë dalë për një diktature, është totale qartë rrethonat cilat ata kanë